Vlora pret forumin e tretë për migracionin, diasporën dhe biznesin. Vlora mirëpriti forumin e tretë lokal të komunitetit dhe biznesit për migracionin dhe diasporën, një aktivitet ky i organizuar në kuadër të projektit Forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në Shqipëri. Pas Dibrës dhe Kukësit, Vlora u bë qyteti i tretë që organizon këtë forum, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 7 bashkive pilot, institucioneve, bizneseve dhe komunitetit lokal. Në fokus të diskutimeve ishte krijimi i një rrjeti bashkëpunimi mes pushtetit vendor, biznesit dhe institucioneve për të nxitur punësimin, zhvillimin ekonomik dhe krijimin e mundësive të reja për të rinjt dhe emigrantët e kthyer. Eksperti i IOM Albania, Endri Xhaferi, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve dhe sektorit privat për të krijuar politika më efikase në fushën e migracionit dhe punësimit, duke vënë theksin te nevoja për të lidhur më mirë tregun e punës me potencialin e komuniteteve lokale. Pakti ndërbashkiak për punësimin, cilin ne do ta afirmosim nëse. Strukturat, në posaçëri strukturat e migracionit dhe diasporës, të secilës bashki mund të bashkëpunojnë në një rrjet, dhe ky rrjet tashmë është edhe një realitet sepse është edhe një hapësirë virtuale ku secili nga punonësit mund të logohet me kredencialet e veta dhe të ndërveprojë me të gjithë kolegët e vet anë mban Shqipërisë. Pra është një mënyrë se si institucionet, duke bashkëpunuar me njëra tjetrën, arrin të përcjellin informacionin, në këtë rast informacionin për punësimin, për nevojat e tregut të punës, për parashikimet që mund të jenë për tregun e punës nga momenti X në momentin Y, dhe se si mundet pra që të përcillet në mënyrë sa më dinamike ajo që është oferta e tregut nga punëdhënësit. Kemi edhe përfaqësues nga biznesi dhe këtë duam të kuptojmë sot se si mundet që ky informacion duke bërë secili punë vetë pa dashur që të mbivendosen kompetencat e institucioneve ndryshme, absolutisht, por si mundet që ky informacion, këto oferta pune mund të gjejnë nga krau tjetër atë apo themi profilet më të përshtatshme dhe më të shpejta në kohë që mund ta plotësojnë këtë nevojë tregu pune. Koordinatorja kombëtare e IOM Albania, Keti Luarasi, u ndalte rezultatet e projektit, duke nënvizuar se nisma synon të forcojë kapacitetet e bashkive për të ofruar shërbime më cilësore dhe për të krijuar mekanizma të qëndrueshme bashkëpunimi në favor të zhvillimit lokal. Ky projekt ka filluar prej tashmë 2 vitesh e gjysmë. Ne jemi në vitin e tretë dhe kemi punuar goxha mirë me pjesën e strukturave, me rritjen e kapaciteteve të bashkive, por mbi gjitha edhe me rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit biznesit dhe të komunitetit qytetas, se si ti kërkoj dhe ku ti kërkoj proceset e mira që duhen për rritjen e punësimit, për rritjen e eficiencës brenda institucioneve tona. Ky forum, që është forumi i tretë tashmë i biznesit që neve zhvillojmë brenda këtij projekti, tashmë që zhvillimi ekonomik i Shqipërisë ka filluar të ketë një ndërqasje, ndërshfaqje tjetër dhe kemi filluar, jemi të fokusuar në disa forma të reja të industrisë, siç është pjesa e turizmit, siç është pjesa e agrobiznesit, dhe kur tashmë pjesa më e madhe atyre që kanë qenë të larguar kanë filluar të rikthehen. Ajo çfarë është e rëndësishme është si ta zgjerojmë punësimin lokal duke përdorur mundësi për bizneset që janë të ardhur nga qytetet e tjera dhe të minimizojnë pjesën e papunësisë dhe rritjen e barës buxhetore të shtetit për të paguar ndihmën ekonomike apo ndihmën e papunësisë në momentin kur në Shqipëri ka mundësi pafund. Një moment i rëndësishëm i aktivitetit ishte nënshkrimi i paktit ndërbashkiak për punësim, i cili synon të rrisë bashkëpunimin mes bashkive dhe të krijojë më shumë mundësi punësimi në nivel rajonal. Nënkryetaria e Bashkisë Vlorë, Irena Toshkallari, u shpreh se bashkëpunimi ndërmjet bashkive, institucioneve dhe biznesit është thelbësor për të krijuar më shumë mundësi punësimi dhe për të mbështetur zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Është ngritur një rrjetëzim midis
bashkive në mënyrë të tillë që të suportojmë dhe të mbështesim praktikat e mira. Është një kënaqësi kur sheh se si dy biznese, ndërlidhe megjithëse janë në fusha veprimtarie të ndryshme, mbështesin komunitetin, por njëkohësisht mbështesin edhe emrin e qytetit dhe bashkisë pastaj dhe institucioneve të tjera ju lind detyra për t'i suportuar, për t'i mbështetur më tej dhe për të motivuar të tjerët për të parë se cila është ajo rruga dhe për të mësuar ato praktikat e mira në mënyrë të tillë që të jemi të suksesshëm. Gjatë forumit u zhvilluan diskutime mbi sfidat e migracionit, kthimin e emigrantëve, nevojat e tregut të punës dhe rolin e sektorëve si turizmi, industria dhe agrobiznesi në zhvillimin ekonomik. Pjesëmarrësit vizituan gjithashtu sipërmarrje vendase, mes tyre Musai Olive Oil Factory dhe Balaj Winery, të prezantuara si modele të suksesshme të investimit dhe zhvillimit lokal. Forumi u organizua nga IOM Albania në kuadër të projektit Forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në Shqipëri, me mbështetjen e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.